Edhe pikërisht është fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili përcjell nga Zoti. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo vepër që kryen besimtarët e kryen për veten e tij. Ne gjithë veprat për Zotin e kryejmë. Si i kryejmë për veten tonë? Ne veprat i kryejmë për Allahun subhanahu wa taala, për e dimë ne faktikisht se sa na jep Zoti shpërblim. Shpërblimi është 11, 1100, 1700, ai sa do Zoti. Po të pakën ne e dim faktikisht se sa vlen veprimet tona. Minimale është 10. Përveç agjërimit të Ramazanit. Pse thot Zoti përveç agjërimit të Ramazanit? Çdo akt që kryejmë është bërje. Merr pjesë, lëviz, përveç agjërimit që është lënie, privim. Askush nuk e di se ku ne jemi agjërueshëm. Askush nuk e di se ne agjërojmë Ramazan apo agjërojmë ditët e bardha apo agjërojmë tamam apo tani. Askush nuk e di. Kur falim namaz gjithë shkojnë, ose të pakën pjesëtarët e familjes që na shoqërojnë. Kur japin ai sadakat diçka, mund ta shohin njerëzit, ose minimalisht shikon ai që e jep. Përveç agjërimit të Ramazanit ti vetëm Zoti e di. Kështu që agjërimi i Ramazanit është vepra më e lartë dhe më e pastër nga hipokrizia. Dhe për këtë arsye Zoti e vlerëson pa mas. Komentuesit e Buhariut, një prej tyre është Ibn Rajab al-Hanbali, thotë që çdo vepër Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit ka mundësi që t'ia rikuperojë njeriu zullumet që ka bërë. Qofse kemi bërë padrejti dhe kemi haqe me njerëzit. Ne mund t'i rikuperojmë haqet dhe zullumet që kemi me padrejti dhe njerëzit duke dhënë nga shpëlimet tona. Përveç agjërimit thotë. Dhe një vepër tjetër që është shahadeti. Këto dy vepra nuk ta merr kush shpërblim, sepse po ta merrte dikush shpërblimin e shahadetit, do të kishte ngel pa iman. Dhe nëse ta merr kush shpërblimin e agjërimit, rrezohet e fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thotë që vetëm agjërimi është për mos të Zotit, dhe unë shpërblehet. Agjërimi është çeku bardh, që do të thotë e shkruan besimtarit ditën e gjykimit sa të dojë shpërblimin. E jep Zoti pa mas. Që do të thotë askush nuk mund ta marrë shpërblimin e agjërimit përveç se Zoti mund ta japë.